Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. E filloj me emrin e Allahut Azza wa Jall, salatet dhe salamet ja dërgojmë pejgamberit tonë dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, takohemi në ciklin e ligjëratave Këshilla Minberi. Duke fillu ligjëratën tonë të parë në lidhje me simbolin e minberit që është pikërisht dita e Xuma. Pra sot do t'i flasim disa fjalë në lidhje me ditën e Xuma, veçoritë, specifikat, të cilat e dallojnë atë nga ditët e tjera. Si e para specifik do të cekshim atë se Allahu Xhalla Xhelaluhu e ka bërë këtë ditë të bimi për muslimanët, të cilët të bohen ditën e Xuma dhe bashkarisht e madhërojnë Allahun Azza wa Jall dhe e dëgjojnë hutben këshillat e imamit. Ka thënë Allahu Xhalla Xhelaluhu në surën Xuma ajetin 9 thot: Ja ejuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Ka thënë o ju që keni besu, kur të bëhet thirrja për ditën e Xuma, përgjigjuni thirrjes, nxitoni për atë ku përmendet Allahu dhe lini shitblerin dhe lini çdo punë me të cilën po jeni të angazhuar. Pra, në momentin që bëhet thirrja për ditën e Xuma, muslimani duhet me elan çdo angazhim dhe me u përgjigj thirrjes së Allahut, me shku në xhami, me ndëgju hutben edhe me fal namazin e Xumas së bashkut me muslimanët e tjerë. Kjo dita e Xuma është dita më e mirë nga të gjitha ditët. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu an, thot dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e Xuma. Në këtë ditë, ditën e Xuma është kriju Ademi. Po në ditën e Xuma është vendos në xhennet. Po në ditën e Xuma është nxjerr nga xhenneti dhe po në ditën e Xuma do të ndodhin kiameti, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra thot është dita më e mirë nga të gjitha ditët. Dita e Xuma është një ditë të cilën Allahu Azza wa Jall e ka veçuar për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka ardhur në hadith ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i shmangu nga gjetja ditës së Xuma ata që ishin para jush. Thot, prandaj hebrejt zgjodhen të shtundën, të krishterët zgjodhen të dielën, e Allahu neve na orientoi në gjetjen e ditës së Xuma, duke e radhitur atë para të shtundës dhe para të dielës. Në të njëjtën mënyrë thot, ata do të jenë pas nesh në ditën e gjykimit. Pra ne ishim, thot, ummeti i fundit në dynja, por do të jemi të parët që do të llogaritemi në ditën e gjykimit. Pra është një orientim i veçantë për këtë ummet. E ka zgjedh Allahu ditën e Xuma si ditë e veçantë për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe shkuarja në xhami në ditën e Xuma ka shpërblime të mëdha, ka shumë sevape nga ana e Allahut Azza wa Jall. Në lidhje me këtë ka disa hadithe. Prej tyre thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, kushdo që merr gusul, pra lahet plotësisht ditën e Xuma, parfumoset dhe pastaj thot niset për në xhami. Lahet, rregullohet, parfumoset dhe niset për në xhami. Nuk shkakton ndarje mes dy personave, kur shkon në xhami, nuk i ndan dy vetë mi u kalu kështu në mesin e tyre, nuk i shqetëson. Pastaj falet dhe e dëgjon hutben e imamit me vëmendje, do ti njeriu do t'i falen të gjitha gjunahet ndërmjet kësaj xumaje dhe xumas që vjen. Shpërblimi i madh. Nëse një musliman ishte ditën Xuma lahet, pastrohet, parfumoset, niset për në xhami me njëtë me fal namazin, edhe shkon nuk shqetëson as njeri, nuk ndan njerëz të më hyjnë mes në xhami, e ndëgjon imamin me vëmendje edhe falet, e ka sevapin e madh saqë i falen gjunahet. Prej këtë Xuma deri në Xuman që vjen, thot këtë hadith e Imam Ahmedit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër po të transmetuar dhe shënuar nga Imam Ahmedi ka thënë: kush
lahet, pastrohet në ditën e xuma. Dhe më pas niset heret për me shku në xhami dhe ecën në këmbë, duke mos hyrë ndonjë mjet, po ecën në këmbë kur nëse është e mundur, i afrohet imamit kur shkohet ditën e xuma, nëse ke vend bosh, mu afru sa më afër imamit, jo me qëndru në fund xhamisë. Ki shku herët, xhamia është bosh, jo me qëndru larg nga fundi i xhamisë, po mu afru sa më afër vendit e imamit. E dëgjon thot imamin pa folur, thot në çdo hap të tij do të kesh probleme. Në çdo hap që ka bën me shku deri në xhami, do të kesh probleme sikur ka agjëru ditën dhe është fal natën për një vit rresht. Subhanallah, çfarë problemi të madh. Ditën e xuma, pra nëse muslimani pasi përgatitet mirë, pastrohet, veshet me rroba të bukura, përformoset, edhe shkon në këmbë nëse është e mundur dhe afrohet afër imamit dhe ndëgjon imamin me vëmendje, e merr sevapin si mu fal tan natën dhe ma agjëru gjithë ditën, çdo ditë për një vit rresht. Kjo është mirësi e Allahut që na ka dhënë neve në këtë ditë të madhe, në ditën e xuma. Është dita e xuma është dita e pranimit të lutjes së duas. Ka një moment në ditën e xuma që nëse ja qëllon muslimani duke u lutur, duke i kërkuar Allahut diçka, Allahu ja pranon duan, ja pranon kërkesën e tij. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ditën e xuma është një orë e cila nëse përputhet me një rob musliman që falet dhe i kërkon diçka Allahut, ai i përgjigjet lutjes së tij. Është një orë, një moment që nëse njeriu arrin këtij momenti me namaz, me lutje, Allahu ja pranon lutjen dhe kërkesën e tij. E kanë thënë mendime të ndryshme për këtë orë se kur mund të jetë. Ndër mendimet më sakta është se është pas namazit të ikindisë së ditës së xuma, pra nga fundi i ditës së xuma. Në këtë ditë, pikërisht në ditën e xuma, Allahu Azza wa Jall ka zbritur ajetin 3 të surës Maide, me të cilin ajet Allahu e ka bërë ditur se kjo fe është plotësuar nga ana e tij, duke thënë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Që do të më thënë sot e plotësova fen tuaj, i plotësova dhuntit e mia ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Ka ardhur një njeri tek Omeri radiallahu anhu kur ishte halif i muslimanëve, një hebrej i ka thënë, o i pari i muslimanëve, i ka thënë, ju keni një ajet në librin tuaj që e lexoni, që po të na kishte zbritur neve ky ajet, ne ditën e zbritjes së tij do ta kishim shpallur si ditë feste. E pyeti Omeri radiallahu anhu, i tha, cili është ky ajet? Tha, ky ajet është pikërisht i lexoj këtë ajetin të 3 të surës Maide. Omeri radiallahu anhu tha, unë e di vendin ku ka zbritur edhe kohën kur ka zbritur. Tha, ka zbritur në Arafat në ditën e xuma, i thot Omeri radiallahu anhu. Kjo ditë e madhe, dita e xuma është dita ku Allahu Azza wa Jall do t'ju shfaqet banorëve të xhenetit. Dhe ky ka më qenë shpërblimi më i madh që do të përjetojnë banorët e xhenetit. Shikimin e Allahut. Do ta shikojnë Allahun çdo ditë xuma. Ka thënë Allahu në surën Qaf, ajeti 35, aty do të kenë çfarë të dëshirojnë, çfarë të duan, do të kenë xhenet e prej nesh edhe më shumë. Të shpreha edhe më shumë, më fësirët, komentatorët e Kuranit kanë thënë se ajo më shumë është shikimi i Allahut Azza wa Jall. E thot Enesi radiallahu an, ju shfaqet atyre Allahu Azza wa Jall çdo ditë të xuma. Ju shfaqet banorëve të xhenetit çdo ditë të xuma, dhe kjo pra është kënaqësia më e madhe dhe shpërblimi më i madh që do të përjetojnë banorët e xhenetit, Allahu na mundsoft. Po në ditën e xuma, banorët e xhenetit do të takohen në një vend të caktuar, mua ashtu si kanë taku kur kanë qenë dynja në xhami, edhe në xhenet, po në këtë ditë, në ditën e xuma do të takohen në tregun e xhenetit, në një vend të posaçëm që Allahu e ka bërë si vend takimi për banorët e xhenetit. Çdo ditë xuma. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në xhenet ka një treg, një vend takimi, një vend mbledhje ku mlidhen xhenetlit çdo ditë xuma. Dhe thot era ju fryjnë dhe ju bie në fytyrat e tyre, në rrobat e tyre, dhe ju shtohet e mira dhe bukuria.
Pastaj thot ata kthehen tek njerëzit e tyre në shtëpiat e tyre dhe njerëzit e shtëpisë do t'i thonë ju që keni bë më të bukur se sa kur keni ik. Edhe ata do t'i thonë të njëjtën, edhe ju që keni bë më të bukura se sa kur jemi largu për jush. Pra ka me qenë ditë takimit edhe në xhennet për banorët e xhennetit, edhe sa herë që shkojnë në këtë treg, në këtë vend takimin, në këtë vend mbledhjen në xhennet, atyre vazhdimisht do t'ju shtohet hieshia dhe bukuria. Si atyre që takohen atje, si të tjerëve që kanë me qëndru gravet e tyre në shtëpiat e tyre në xhennet. Kjo është ditë e veçantë, prandaj edhe muslimani mundohet me qenë i kujdesshëm që në këtë ditë veçantë mi dha një rëndësi të veçantë edhe paraqitjes së tij, veshjes e tij, me u vesh me rroba të bukura, me rroba të pastërta, me u parfumos, me qenë sa më i rregullt paraqitja e tij në këtë ditë të tubimit të madh, të tubimit të muslimanëve në xhami. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, ditën e xumë, çdo musliman i rritur, i moshëritur, musliman që ka arritur moshën e pjekurisë, duhet me ula, me marr gusl, me bë banjo, me pastru dhëmbët e tij dhe me u parfumos sa të ketë mundësi. Pra me i dhanë një rëndësi të veçantë kësaj dite dhe me qenë më të kujdesshëm paraqitjen tonë në këtë ditë të madhe. Në këtë ditë, në ditën e xumë, melaiket, ka melek, të cilët qëndrojnë tek dera e xhamisë dhe i shënojnë emrat e të gjithë atyre që shkojnë në xhami për me fal xhuman. Shënojnë emrat. Deri në momentin kur imami hyp në hutbe. Momentin që imami hyp në hutbe për me majt ligjëratën, ata i mbyllin defteret e tyre edhe ulen me një gjuhë hutben e imamit. Ka thënë Muhamedi alayhis salam në ditën e xumë, tek dyert e të gjitha xhamive gjenden melek të Zotit të Madh që shkruajnë një për një çdo person që shkon në xhami, dhe kur imami të hyp në hutbe, ata i mbyllin librat e tyre apo defteret e tyre dhe dëgjojnë me vëmendje hutben e imamit. Prandaj është mirë që kur shkojmë në xhami ditën e xumë të mos vonojmë, mos shkojmë vonë, por shkojmë sa më herët që të jetë e mundur, në mënyrë që këta melek të shënojnë emrat tanë dhe të marrim sevapin e shkuarjes herët në xhami, sepse sa më herët që shkohet në xhami, aq më i madh është shpërblimi. Aq më i madh është shpërblimi, ka thënë Muhamedi alayhis salam në hadith muttafaqun alayh, pra që kanë ra dakord Imam Buhari dhe Muslimi, ka thënë alayhis salam, ai i cili merr gusul lahet ditën e xumë, edhe shkon në xhami në orën e parë. Ka përmend 5 orë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai që shkon në orën e parë e ka shpërblimin si me bë kurban një deve. Ai që shkon në xumë në orën e dytë e ka shpërblimin si me bë kurban një lop. Ai që shkon në ditën e xumë në orën e tretë e ka shpërblimin si me bë kurban një dash. Ai që shkon ditën e xumë në orën e katërt e ka shpërblimin si me prej një pul, ndërsa ai që shkon në orën e pestë e ka shpërblimin si me dhuru një vezë. Pra sa më herët që shkohet, kë hadith pra në mënyrë simbolike tregon se shkuara herët në xhami ka shpërblim të madh. Sa më herët, aq edhe më i madh është shpërblimi. Në ditën e xumë është sunet për suneteve të Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe sevap i madh me e lexu surën El-Kahf. Me e lexu surën Kahf, sevap i madh. Në lidhje me këtë ka disa hadithe prej tyre. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon surën Kahf në ditën e xumë, do t'i jepet ndriçim, nur nga kjo xumë deri në xumën tjetër. Që lexon këtë sure ditën e xumë, i jepet nur, atij i jepet, i dhurohet dritë nga kjo xumë deri në xumën tjetër, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam. Si dhe është mirë në këtë ditë të xumë me e shtu salavatin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne vazhdimisht duhet me çu salavate, me thënë Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed e tjerë, për disa forma, kjo është më e thjeshta. Me ra salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdimisht, ama në ditën e xumë duhet me e shtu dozën e salavatit, sepse ka thënë Muhamedi alayhi salam
dita më e mirë, më e virtyshme e juaja është dita e Xuma. Atë ditë Allahu e ka kriju Ademin, atë ditë ai ka ndrujet, pra Ademi ka ndrujet, në atë ditë do t'i fryhet surit. Meleku Israfil, si që dim, i fryn surit 2 herë. Një herë i fryn, suri është një buri e madhe, Allahu e din se sa është dhe si është, i fryn surit një herë që do të bëhet kiameti, do të shkatrohet çdo gjë dhe gjitha krijesat do të vdesin, dhe i fryn për herë të dytë kur njerëzit nga i pari deri tek i fundit do të ringjallen dhe do të dalin para Allahut me dhanë llogari. Në këtë ditë pra do të fryhet surit, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e njerëzit do të dalin nga varret. Ka thënë, shtojeni salavatin mbi mua, pasi salavatet tuaja më paraqiten mu. Salavatet që ja dërgojmë ne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i paraqiten me anë të melekëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë filani i biri i filanit ka ra salavat mbi ty. Alhamdulillah. I kanë thënë sahabët, ja Rasulullah, e si do të paraqiten ty salavatet tona ndërkohë ti s'kemi qenë, pra kemi qenë i vdekur. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka bë haram trupat e pejgamberëve tokës. Nuk i kalp toka trupat e pejgamberëve. Trupat e tyre janë si dita që janë varrosur. Ashtu si janë varrosur, qëndrojnë deri në ditën e gjykimit të paprishur. Prandaj çdo salavat që ne ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atij ja paraqesin melaiket. Shtojeni, ka thënë, salavatin në ditën e Xuma, në ditën më të mirë tuaj, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në mbyllje, sepse ka shumë për të fol, por besoj se është mjaftueshëm në lidhje me krijimin e idesë mbi rëndësinë e ditës Xuma. Tregohet një rast interesant me imamin e madh shkodran, Imam Albanin, i cili në një prej udhëtimeve të tij për në haxh ndalohet në një vend diku anë nga Jordania, edhe një i pranishëm aty i thot Hoxh Efendi, Sheikh, ti po shkon tek xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dërgoj selamet tona atij. Sheikh Albani me modesti don mi dhan një mësim, i cili është mësim për gjithë ne, i thot, unë jam njeri edhe mund shkoj, edhe mund mos shkoj, ndoshta vdes në rrugë, ndoshta harroj me e çu në vend amanetin tënd. Prandaj unë tregoj, i thot, një metodë më të mirë dhe më të sigurt për të çu selam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, cila është ajo metodë më e sigurt dhe më e mirë? Tha, me çu salavat vet, me thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, sepse Allahu ka caktuar melaike posaçërisht, të cilët ja dërgojnë salavatet e ummetit ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe ne sa më shumë salavate gjithmonë, po sidomos në ditën e Xuma. Të nderuar vëllezër dhe motra, këto ishin disa fjalë në lidhje me ditën e Xuma, me këtë ditë e cila është dita më e mirë e javës dhe është festë e muslimanëve. Unë e lut Allahun azza wa jall që të na dhurojë të mirat e tij në këtë botë, në botën tjetër, na ruaj prej zjarrit të xhehenemit dhe të na bëjë për banorë të xhenetit. Mirë takofshim në takimet e tjera. Walhamdulillahi rabbil alamin.